E jetojmë jetën me shpejtësi shumë të madhe, në një garë konstante me kohën. Shëndeti i mirë është hapi i parë drejt lumturisë së përjetshme. Ruajtja e shëndetit është detyra e çdo njeriu, por për mirëmbajtjen e tij. Mirëmbajtja e tij është detyra jonë. Cilët jemi ne? Ne jemi klinika Jean Mitrev. Ne konsiderojmë se hapi i parë drejt shëndetit më të mirë është pranimi i ngrohtë dhe detyra jonë është që t'ju ndihmojmë që të ndjeni si në shtëpi dhe përveç asaj t'ju mundësojmë kujdes shumë cilësor. E shtrirë në sipërfaqe prej 17.000 metra katror. Klinika Jean Mitrev është kardiokirurgjia e parë në Maqedoni e hapur në vitin 2000, në të cilën është kryer operacioni i parë bypass në zemër të hapur në historinë e vendit. Spitali disponon me dizajnin më bashkëkohor, organizim dhe teknologji funksional që e bën një nga spitalet më moderne e Europë. Vëmendja dhe trajtimi i pacientëve dhe personeli shumë profesional e bëjnë spitalin standard për cilësinë në shëndetësi. Pajisja jonë mjekësore, moderne dhe ekipi profesional na mundëson diagnostifikim preciz dhe efikasitet lartë gjatë identifikimit të problemeve tuaja shëndetësore. Klinika Jean Mitrev deri tani ka mundësuar shërbim mjekësor mbi baza të ndryshme për më shumë se 1 milion pacient dhe norma e saj e suksesit bën një nga spitalet më të sigurta në rajon dhe më gjerë. Nga vetë fillimet, misioni ynë është që të sigurojmë siguri dhe komfort për pacientët tanë, pasuar me kujdes të jashtëzakonshëm mjekësor dhe shërbim të lartë profesional. Në spital, deri tani janë kryer gjithsej mbi 30.000 operacione kirurgjikale nga specialistë të ndryshëm, për të cilëve thuaj 20.000 janë nga fusha kardiovaskulare, me çka jemi sinonimi i suksesit. Klinika Jean Mitrev është spitali i parë në rajon që posedon laborator për gjenetik dhe mjekësi të personalizuar. Jemi vazhdimisht një hub me teknologjinë e re mjekësore dhe punojmë çdo ditë për përmirësimin e teknikave mjekësore të personelit ton ndërmjet edukimit të vazhdueshëm. E punojmë punën tonë me dashuri të madhe, sepse mënyra e vetme që të arrijë sukses në diçka është nëpërmjet dashurisë me të cilën bëhet. Ajo është filozofia jonë. Besimi juaj është fuqia jonë lëvizëse. Ajo është kredoja jonë, motivi ynë, sfida jonë. Shëndeti është dhurata më e madhe njerëzore dhe mirëmbajtja e shëndetit tuaj është detyra jonë dhe privilegji ynë i madh.